Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin ditor nga të datës 25 gusht 2026. Është një ditë që është shumë e rëndësishme për nga ndikimet dhe favorizimet, sepse kjo është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike. Mërkuri zhvendoset në Virgjëresh në orën 13. Mërkuri është planeti mendimit, komunikimit, dokumentave, analizë, marrëveshje, lajmeve dhe lëvizjeve të rëndësishme. Mërkuri në Virgjëresh është shumë i fortë sepse Virgjëresha është një nga shenjat që sundon. Kjo do të thotë se nga sot ndikimet dhe favorizimet janë më analitike dhe më pozitive në aspektin e punës, të karrierës dhe të detajeve të mëdha. Duhet theksuar qartë se Mërkuri nuk është në retrograd gjatë kësaj periudhe. Kjo është një ndikim shumë i mirë dhe i rëndësishëm sepse zhvendosja e Mërkurit në Virgjëresh favorizon rregullimin e dokumentave, planifikimin, nënshkrimet të dokumentacioneve të menduara mirë, studimet, organizimet, punën dhe jo vetëm. Kemi ndikime shumë mirë sepse bën biseda praktike dhe kjo kërkon dhe vendimet që merren janë favorite dhe jo problematike. Pas ditëve më shumë në ndikimin që ka qenë në lidhje me çështjet e punës, disa ditë kanë qenë të vështira, por më të ndikuara janë Virgjëreshat, Peshqit, Binjakët dhe Shigjetarët, sidomos të 10 ditët parë fillim ato që kanë ascendente në këto shenja. Për Virgjëreshën Mërkuri sjell qartësi personale, vendime, fjalë dhe ndikime pozitive në lidhje me punën që do të bëhet ose diçka e re që do të ndodhi. Kemi gjithashtu me ndikimin e peshqet aktivizon marrëdhënien me kontratat, për binjakët shtëpinë dhe familjen, për shigjetarët karrierën dhe ndikimin e punës. Në fillim të hyrjes së tij në Virgjëresh, Mërkuri aktivizon temat karmike dhe ato problematike i zgjidhin problemet, sepse vjen nga kontakti me lidhjen veriore në ujor dhe hap një lidhje të dobishme me Qiron në retrograd në Den. Kjo do të thotë se sot bisedimet, një dokument, një informacion, një vendim mund të ketë kuptim të thellë më shumë se sa duket, mund të ndihmojnë në rregullin dhe ndikimet të mëdha që vijnë tani e tutje. Kjo është një ditë shumë e mirë për sa i përket çështjeve që lidhen me punën, lidhen me udhëtimet, por gjithashtu për marrëveshje profesionale dita është pozitive. Nëse çdo detaj lexohet me kujdes, është në favorin tuaj. Për financat është mirë për llogaritje, buxhet, rishikime, pagesash dhe plane shpenzimesh. Në dashuri Mërkuri në Virgjëresh nuk favorizon ndikimet që kanë të bëjnë që ka një diçka ndryshe mendohet, ndryshe gjykohet, një problem që neve e kemi gjithmonë këtë, por megjithatë favorizon biseda të qarta. Është një ditë e mirë për të sqaruar çfarë funksionon dhe çfarë jo. Për i bashkim, dita mund të jetë shumë e dobishme nëse palët flasim praktikisht pa dorashka. Për propozim, energjia është më e matur, por duhet pasur kujdes që ndikimet dhe favorizimet të mëdha që lidhen me punën, lidhet dhe marrëdhëniet. Sot vlen pyetja, çfarë bëjmë konkretisht për të qenë më mirë. Megjithatë, duket se kujdes me kritikët. Mërkuri në Virgjëresh mund të shohë gabimin shumë shpejt dhe të harrojë butësinë në punë. Kjo është e dobishme në dashuri, mund të lëndojmë, në familje mund të duket si kontroll. Prandaj fjala duhet të jetë e saktë, por jo e ftohtë, e matur, por jo e lënë pas dore për bisedimet që bëhen. Duhet të shmangim gjërat që kanë të bëjnë ose ata të tepruarat ose debatet, se nuk është në të mirën tonë. Prandaj kërkojmë pak vëmendje në këtë aspekt. Dita kërkon mendje të pastër dhe zemër të matur. Do të thotë që ndikimet dhe favorizimet, do të thotë mundësia dhe koha që ndodhin fenomenet është një nga ndryshimet dhe vendimet më të mëdha që lidhen në fushën ekonomike dhe në gjërat e tjera që do të ndikojnë tani e tutje. Prandaj kërkohet vëmendje në këto drejtime. Para se të fillojmë me parashkimin e kësaj dite, ka qenë rëndësishme një ditë që është mjaft e vullnetshme dhe e ndikuar nga planetet që japin mundësinë dhe kohën e duhur. Për juve që interesoni për parashkimet të detajuara dhe kërkoni një parashikim më të hollësishëm personal, atëherë kemi astrologu.al, faqja roz, shikoni aty. Aty ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson në çdo aspekt të jetës suaj, për gjëra që doni, për kohën që juve keni dhe momentet që vijnë. Mbi disa çështje që janë çështje problematike apo diçka që mund mos jetë ajo çka neve presim, por është ajo çka ne duam, që neve kërkojmë dhe na jepet mundësia për zgjidhje problematike. Gjithashtu është një moment mjaft i mirë sepse juve studioni dhe dini shumë mirë çfarë ndodh në fushën e karrierës, çfarë ndodh për atë që neve kërkojmë dhe dëshirojmë, por gjithashtu është edhe momenti i
artë mbi stabilizimin, mbi konkretizimin e gjërave të mëdha që lindin drejt një pune, drejt një karriere, drejt një ndryshimi të madh që keni dhe mundësi të arta që vinë tani tutje. Megjithatë, koha është në favorin tuaj dhe ndikimet dhe çështjet të mëdha që kanë të bëjnë, mundësitë janë të arta për zhvillimin dhe ndryshimin, sepse kur doni diçka të në detaje ju e dini shumë mirë se si funksionon. Por mund të dërgoni një email tek sekretaria dhe më pas ne mund të flasim në detaje për çka doni, si në punë, në karrierë dhe në gjëra të tjera, sapo tham. Për juve doni që një mesazh ta merrni direkt kur jemi live dhe si ta merrni, kemi këtë butonin këtu, duke klikuar jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen çdo të mërkur neve jemi live. Juve e dini tani dhe mund të merrni mesazhin atë që ju kërkoni të dëshironi për parashikim. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Përsa i përket shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese dhe favorizuese, sepse gjërat janë në anën tuaj dhe ndikimet pozitive që kanë të bëjnë tani e tutje është një mundësi shumë e mirë pozitive mbi kohën, mbi punën, mbi karrierën dhe ndryshimet që vinë drejt jush. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar për 1000 arsye, sepse pikërisht puna dhe karriera, ndryshimet që vinë drejt jush, i keni të gjitha mundësitë për të bërë më të mirën e mundshme mbi punën tuaj dhe karrierën. Në fushën e dashurisë, edhe pse disa problematika të vogla keni pasur dikur, tani është koha për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Dashuria duket se tani e tutje është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sidomos lidhjet afatgjat që janë me peshk dhe me gafore të 10 diçit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, duket se çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal mundësive periudhës ku ndodhin fenomenet, sepse është një moment mjaft i mirë dhe përsa përket demët 10 diçit të tretë kanë një mundësi shumë të mirë për ditën e sotme, sepse lidhen me ekonominë, lidhen me vazhdimsinë, sepse koha tregon që jeni me fat në këtë aspekt, i keni mundësi të përzgjidhur problemin edhe çështjet e tjera që do të keni tani tutje, sepse jeni në kohën tuaj, jeni në momentin më të mirë të mundshëm për punën tuaj dhe karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me demë të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se pikërisht kjo ditë, si ditë ndikimi, realizimi, mundësie dhe periudhe, është koha juaj për të nisur diçka të re, për të bërë diçka pozitive, sepse për momentin juve i keni gjërat në vijë dhe kohën më të mirë të mundshme për të realizuar planet afatgjat që juve keni. Binjakët gjithmonë janë në ndikimin e tyre, janë në mundësinë e artë të tyre, sepse pozicionimi i planeteve dhe periudha janë në ndikimin më të mirë të mundshëm përsa përket karrierës. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dashtë të diçit parë, me akrep të diçit tetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përsa përket gaforeve, meqenëse gaforet duket se tani kanë një mundësi shumë të mirë, mundësi të artë për punën dhe për karrierën, për ndryshimin dhe vendimin e madh që juve keni, por momentet janë mjaft pozitive dhe është një nga ndikimet më të mira, pozicionimi i planeteve që juve ju favorizon në një farë mënyrë dhe është koha juaj më e mirë dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur disa probleme të vogla, por keni zgjidhur, sidomos gaforja e 10 diçit të dytë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për sot mbas dite e keni mundësinë për zgjidhur një problem të lënë pas dore dikur, por momenti është tani më i arti dhe më i miri në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar në lidhje me çështje të tilla, por është momenti më i mirë i mundshëm për vazhdimsi, sepse koha tregon që juve jeni të parët përsa përket punës suaj, por në dashuri pa kujdes me dash. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë luani. Përsa përket luanëve, luanët do duket se ndikimet që kanë bënë ose mundësitë që jepen në këtë periudhë ka diçka shumë të madhe mbi arsyeën e punës suaj dhe karrierës suaj, me ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Është një moment dhe një mundësi shumë e mirë, sepse stabilizon ekonominë, stabilizon gjërat që doni juve. Koha, mundësia, vazhdimësia, duket se kjo periudhë është e juaja. Kjo periudhë është një nga momentet më kyçe, më pozitivet dhe më
ndikueset për karrierën tuaj, për punën tuaj dhe për lëvizje që të keni tani atutje, ku është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët dhe dyqit parë, me gaforet dhe dyqit tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha të duket se tani atutje gjërat janë mjaft pozitive dhe është një nga mundësitë më të mira për pozicionimin e planeteve për kohën që gjërat ndodhin, mundësitë që juve keni, periudha kur ndodhin fenomenet dhe janë disa gjëra që janë shumë pozitive. Madje tani për tani, edhe pse virgjëreshat kanë kohën, kanë mundësinë, kanë periudhën e tyre për lëvizje dhe ndryshimet, dhe është një moment shumë i mirë edhe për takimet dhe bisedimet, por gjithashtu ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë edhe me biznesin, ka të bëjnë edhe me karrierën që është momenti juaj më i mirë i mundshëm. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët e dyqit parë, me ujorët e dyqit tretë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshorëve, meqense peshorët tani e tutje është një nga periudhat ku do të ndikoheni, sepse jeni shenja ajri. Shenjat e ajrit ndikohen shumë tani me ndikimin, sepse pozicionimi planetar që është tani në këtë periudhë ku Mërkuri në virgjëresh ndikohet shumë tek juve të shenjës së peshorës, sepse ka të bëjnë nga njëra anë ju jep mundësinë e komunikimit dhe bisedimeve të çështjeve të planetave që kanë bëjnë, u jepet një kohë për të menduar në gjëra që juve doni të bëni. Por gjithsesi kjo periudhë është një periudhë ku çdo gjë mund të shkojë mirë, por disa gjëra kanë atë, sepse lidhjet veriore dhe Qironi në retrograd në Dem ju jep këtë mundësi. Kur Qironi ka këtë ndryshimin ose mënyrën se si gjërat vijnë, ju jep edhe mundësi juve që të zgjidhni një pasuri të paluajtshme ku keni pasur probleme më përpara. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me gafore është ndikimi më pozitiv. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepët do shikojnë edhe diçi i dytë një çështje ligjore, ka pasur disa probleme nga e kaluara, po vjen dhe moment tani, është një nga momentet më të mira dhe më të sofistikuara, do ta thosha, për arsye pune, për arsye karriere, për arsye ndryshimi, për arsye vendimi, për arsye të punës suaj, sepse tani është momenti juaj, tani është koha juaj për të bërë ndryshimin e madh që juve prisni dhe keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luantët dhe dyqit parë, me peshkët dhe dyqit të tretë, me peshkët dhe mos gjë, nuk ka vend për të shqetësuar, sepse disa çështje janë nga më madhoret dhe më pozitive, sepse për juve ka mundësinë, ka kohën, ka ndryshimin, vendimin që merret në anën tuaj. Kështu që disa gjëra janë pozitive dhe jo problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët, me një frazë do thotë mundësi, rëndësi, kohë dhe dashuri. Për arsye të punës dhe të karrierës jeni në kohën tuaj, në momentin tuaj. Bini pas, mos e lini pas dore, se është një nga periudhat më të arta të qenë ndonjëherë pikërisht tani në këtë ditë. Në lidhje me dashurinë, lidhjet me binjak është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapëve. Për bricjapët të duket se tani e tutje koha tregon që maturia dhe zgjuarësia juaj bën që juve të jeni mjaft korrekt me punën, mjaft korrekt me gjërat që keni, dhe një nga pozicionimi i planeteve që ju ndihmon jashtëmase për punën dhe për ndryshimin e madh që keni. Është momenti juaj më i artë që ndonjëherë në ekonomi, në dashuri, me gafore, është vetjeta dhe pasuria juaj e familjes. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët janë ndikues, rrezatues në ato që bëjnë dhe mundësi që kanë tani tutje. Është një kohë shumë e përshtatshme sepse lidhet anën ekonomike financiare, lidhet dhe me biznesin, lidhet dhe me gjërat e mëdha që kanë, por dhe një moment shumë i mirë që është tani tutje. Është një pozicion mjaft i mirë, është një pozicion që lidhet me ekonominë, lidhet me statusin e pozitivitetit, e rëndësisë që jep se në rol drejtues që do të keni tani tutje. Bini pas, sepse do më kujtoni, ka diçka shumë të madhe në orën 1, në orën 13. Më shkruani në inbox se do më kujtoni. Dashuria është në akrep. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Për peshqit, në fakt tani tutje kanë disa mundësi, mundësia më e mirë për peshqit është puna dhe bisedimi që do bëhen sot në orën 12 dhe një bisedë që do bëhet në orën 16:30, ku është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë që do flitet shumë për një punë, për një të drejtë, një padrejtësi që është bërë juve para 3 muajve dhe vjen ky moment tani i plotësimit të dëshirës suaj. Megjithatë, karakteri i punës dhe i vendimit dhe i veprimit tuaj është momenti juaj, është pozicionimi i planeteve që ju ndihmon jashtëmase në këtë aspekt. Kurse në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me Dem është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht datës 25 gusht 2026. Për ata që janë të interesuar dhe duan parashikimet dhe dhejura,
kemi astrolog.al. E klikoni dhe nëse ju pëlqen të bashkimi në privat, mund të dërgoni një email, më pas flasim bashkë se si funksionon shërbimi dhe e merrni direkt në WhatsApp. Për ju që donin, kohën që ne jemi drejt për me juve, kemi këtë butonin tu. E klikoni dhe jeni gati për dërguar mesazhe. Nga Unë Pulla, më të mirë njëroj.